Aleanca për shqiptarët Krahu i Arben Taravarit shpreh shqetësim dhe vlerëson se situata e djeshme e krijuar në spitalin e Tetovës përbën një shkelje serioze të parimeve bazë të drejtësisë, profesionalizmit, transparencës dhe meritokracisë në shëndetësinë publike. Dhjetra punonjës shëndetësor, të cilët për vite me radhë gjatë një dekade kanë punuar me kontrata të përkohshme apo në forma vullnetare, dje janë lënë pa vendime pune të përhershme. Pavarësisht premtimeve të përsëritura nga Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu përpara, gjatë dhe pas zgjedhjeve. Bëhet fjalë për personel me përvojë shumë vjeçare, të cilët kanë mbajtur barën kryesore të funksionimit të spitalit edhe gjatë periudhës më kritike të pandemisë. Në vend që ky kontribut që ata kanë dhënë në veçanti ndaj qytetarëve të Tetovës të vlerësohet në angazhim të plotë me vendime pune, ata janë zëvendësuar në mënyrë të fshehtë dhe të papritur me persona të tjerë. Ky proces për zgjedhjeje përbën shembull të qartë të politizimit të shëndetësisë dhe përjashtimit sistematik të profesionistëve në favor militantizmit partijak. Dinjiteti i personelit shëndetësor nuk është mjet propagande dhe nuk do të lejojmë që kontributi i tyre të fshihet brenda natës. Spitali i Tetovës është mbi çdo mjet politik, andaj shpresojmë që të ketë reflektim të plotë të situatës së krijuar, theksuan nga Aleanca për shqiptarët Krahu i Arben Taravarit.